Bira qëndron në vendin e katërt. Edhe pse pije alkolike dhe në një marrëdhënie komplekse me shëndetin, bira është tepër e pëlqyer dhe e konsumuar gjërësisht në mbar botën. Në përgjithësi, një birë standarde prej 33 ml përmban rreth 150 kalori, ndërsa birat e lehta kanë më pak. Karbohidratet dhe drithërat e përdorura për përdorimin e birës janë në sasi të konsiderueshme. Megjithatë, ato ekuilibrohen nga të tjera vlera të shëndetshme si vitaminat dhe mineralet, sasi të vogla të mineraleve si magnez, kalium dhe fosfor. Përmbajtja e alkoolit është një faktor i rëndësishëm në efektet e birës në trup, prandaj konsumi duhet të jetë i moderuar, jo më shumë se 1 deri në 2 në ditë, pasi tej kalimi sjell rreziqe të ndryshme si dëmtimi i mëlçisë, shtimi në peshë, plagja e qelizave e të tjerë. Kafeja renditet në vendin e tretë. Ajo është një element kryesor në shumë kultura, duke ofruar energji të nevojshme në mëngjes. Ndaj, kjo e ka bërë konsumin ritual social. Profili ushqyes dhe efektet shëndetësore janë studiuar gjërësisht dhe komponenti kryesor kafeina është një stimulues që mund të rrisë vigjilencën dhe funksionin njohës. Ajo është e pasur me antioksidant, duke përfshirë acidin klorogjenik, i cili mund të ndihmojë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi dhe njëkohësisht përmban sasi të vogla të mineraleve si magnez, kalium dhe mangan. Kafeja e zezë është shumë e ulët në kalori, duke e bërë atë një pije relativisht të shëndetshme. Studimet thonë se konsumimi i kafes mund të ulë ndjeshëm rrezikun e diabetit të tipit 2, sëmundjes së Parkinsonit dhe sëmundjes së Alzheimerit, në mënyrë që konsumi i kafeinës të mos të çojë në efekte anësore si ankthi, pagjumësia dhe palpitacionet, rekomandohet të jetë i moderuar jo më shumë se 2 në ditë.